Mi se vini në Tradecast Albania, jemi në sërish kanali numër 1 për tregje financiare, flasim për aksionet, kripton, forexin, matat kryesor, floririn, çdo gjë dhe përfshim dhe analizën fundamentale dhe lajmet në startin e podcastit. Jam sot sërish me Kleon. Përshëndetje Kleo. Përshëndetje Henry, përshëndetje gjithëve, po jemi prapë në një javë ku ne tregtojmë edhe pse periudhë vere, periudhë pushimesh, në shumica e njerëzve janë me pushime dhe nuk ka atë volumin siç e përmend edhe javën e parë tregu, por prapë kemi pas disa lëvizje shumë të mira që ne i kemi diskutuar dhe në rrjetet tona sociale dhe Henry në videot e tij, duke theksuar lëvizje më e mirë ka qenë ajo e Goldit, për shumë kohësh, po thoj se 2 javë Henry ka folur për Goldin, që po vjen një moment që do shpërthej dhe ka ardhur, duke para fatxhat, kemi pas disa qërinj shumë pozitiv, por si gjithmonë shqiptarët janë më të prirur, përfshi aty dhe veten time, më të prirur të shikojnë live-et e TikToker, që janë këta që dalin, flasin për budalliqet, që marrin nga 20.000 view në live, ka nga 20.000 ndjekës, dhe nuk janë të interesuar të shikojnë tregun ose të mundohen të krijojnë diçka për veten e tyre ose të bëjnë diçka personale. Por gjithsesi ne jemi këtu për diskutuar edhe për ata pak persona që na ndjekin ose për ata që kanë me të vërtetë interes. Do diskutojmë po ashtu për edhe këtë javë për tregjet financiare. Përshëndetje Henry edhe një herë. Si është dukur java për ty, si ka qenë kjo javë që lam pas? Java ka qenë fantastike, kryesore këtu e përmendet ti që ishte Goldi, edhe Silver, sepse kemi tregtuar edhe Silver, kemi edhe ca anëtar të tjerë të komuniteti që kanë tregtuar edhe Platinum, ke Eduardin, ke çunat e tjerë që janë të komuniteti që kanë tregtuar jo vetëm Platinumin, por dhe Microsoftin që e kanë kapur përpara disa javësh, po ju që ikni ta shikoni. Edhe për ju që ndoshta po e dëgjoni podcastin, që jeni edhe te komuniteti, ndoshta i keni parë dhe profitet që kanë nxjerrë çunat të Discordit me këto lëvizje. Për Goldin do të thoj që jam munduar unë me ato, le të themi, kohën të limituar që kam pasur sezoni verës, jam gjithmonë me familjen në lëvizje, që të paktën të nxjerra një reels në TikTok dhe të informoja dëgjuesit tonë në TikTok edhe në Instagram. Edhe si gjithmonë bëjmë edhe podcastin që kam ndarë te podcasti që mund bënte një lëvizje serioze, Floriri dhe Silver. Edhe ishte me vërtet fantastike, se kishim 3 lëvizje që ne kishim kapur përpara dhe ka ecur shumë mirë. Priteshe, ishte për mendimin tim të paktën, ishte shumë e lexueshme, apo jo Kleo, me strategjinë tonë, ishte e përgatitur në mënyrë perfekte. Po bënte ato tallëzimet, shtrëngimet e çmimit, tregonte që kishte kërkesë, edhe njëkohësisht kishte edhe le të themi po përdorshte likuiditeti i shorteve për të kapur ato në befasi dhe për të kthyer balancin te bulls. Ishte perfekte le të themi nga ana. Ne kemi diskutuar dhe privat duke folur për Goldin, që kishte një shtrëngim çmimi me vërtet shumë perfekt, domethënë që i përshtatet strategjisë tonë, me ato çfarë shikojmë ne dhe e pritesh kjo lëvizje për gjithë ata që kanë kapur urime. Kemi pasur antarë që kemi në Discord, pjesëtarë të komunitetit që kanë nxjerrë fitime edhe nga prop firms, kemi pas tërheqje nga mbi $11,000, domethënë shumë urime për gjithë çunat dhe për ata që kanë kaluar phase 1 edhe phase 2 me këto lëvizje të Goldit. Po ashtu kemi pas dhe S&P 500 all time high që vlen të përmendet në këtë javë që lam pas, por jo Nasdaqun, ndoshta këtë javë që vjen, ata kemi diskutuar edhe me Irdin që dhe Nasdaqun mund të arrijë një all time high, sepse kështu ndoshta duan institucionet dhe pastaj të kemi një lëvizje për poshtë. Po. Po shikojmë. Javë me të vërtetë e bukur, javë interesante. Edhe për ne që jemi swing trader, sepse dëgjuesit tu do ta kuptojnë që ne nuk jemi day trader, do të thonë, se mund të thoni po mund të kenë kapur edhe të tjerë këtë lëvizjen e Goldit, në day trader. Ka qenë një lëvizje që priteshte për një rrët të shumë të lartë, se nuk ishte thjesht një lëvizje që ne
e kapëm dhe mund të fitoshim 1-2 apo të bëshim një skalpim të thjesht që bëjnë shumë tregtarë të tjerë. Ishte një lëvizje që shikoshim të kapshim 1-6, rrezikohet le themi $1.000 për fituar $6.000. Edhe prandaj tha dhe Kleo që disa nga antarët kanë kaluar sfidët e veta të përforme vetëm me këto lëvizje të Goldit dhe të Microsoftit dhe të tjerë që ne kemi ndarë të komuniteti, sepse kanë tregtuar këto lëvizje që kanë ofruar 1-3, 1-4, 2-3 lëvizje dhe kalohet 10 mishja, kalohet 5 mishja me lehtësi dhe pastaj fillojnë që të gjeneroni dhe të nxirrni profite, si kam nxjerrë una javën e kaluar deri te $11.000. Ka edhe antarë të tjerë që kanë nxjerrë na 2-3.000, na 5.000. Dhe fillojmë që tani të tregojmë le të themi vlerat tona si komunitet serioz që kemi le të themi nuhatje dhe dim të gjejmë momentet kyçe për swing. Kjo është kryesore, valë serioze në treg dhe kthime trendi. Sa për tregun, do të thoya që Kleo e përmendi S&P-n, për mu ka qenë pak befasuese ky kthimi i S&P-s, nuk jemi sinqert, nuk e prisje kaq të shpejt këtë kthim dhe të shkonte prapë te all time highs S&P-ja, por kemi kapur 2-3 aksione, edhe zakonisht do të thoya këtë që për ne që jemi swing trader është vështirë ku është tregu kaq i shpejt në kthes që të kapi momentet e dura për të pozicionuar, por kemi kapur Microsoftin, e kanë kapur antarët e tjerë. Kemi kapur 2-3 lëvizje të tjera që kemi hyrë si Lululemon që Kleo po më sugjeronte që ndoshta mos ta blija sepse kishte probleme jo materiale, jo gjërat e tjera. Por ishte një lëvizje që ka ecur deri tani shumë mirë edhe mund të vazhdoj që të eci më mirë për një swing. E ka blerë dhe Michael Berry që është investitor shumë i famshëm që ka kapur shortin e Palantirit, ka kapur shortin këto kohë të fundit në sektorin teknologjik. Edhe kemi pasur dhe 2 lëvizje të tjera që unë i kam tregtuar në sektorin e telekoms, që ishte Deutsche Telekom. Kishim dhe ONDS-n që ka ecur shumë mirë. Dhe fundit fare ishte dhe ARK Qëja që është një ETF, por me në komunitetit nuk tregtojmë shumë ETF-et, por janë të sektori i shëndetësisë dhe këto kërkimet shëndetësore për genetikët e njerëzve që i përdorin ato për të krijuar le të themi ilaçe dhe mënyrë të reja shërimi edhe kura. Që kemi pasur një javë të mirë në përgjithësi në treg. Për lajme, Kleo, ku mendon ti që u përqendruam këtë javë dhe si dolën lajmet? Për lajme kemi non-farm payroll, që ka qenë lajmi që ka qenë këtë javë me i rëndësishme, po doja të përmendja pak që para se të kalojmë te lajmet për Lululemon, e cila ka ndryshuar CEO-n, prandaj ka ardhur edhe kjo lëvizje për lart, por përshtatesh shumë mirë me analizën teknike dhe është vendosur CEO që ka qenë CEO i Nike, një grua, nuk e di. Dhe pritet që tani prandaj arritur aksione që diçka të ndryshojë tek Lululemon me zgjidh atyre problemeve që pati disa muaj më parë për një pjesë plastike në material, diçka e tjetër kancerogjene, dhe prandaj kanë rënë edhe aksionet aq shumë. Por pritet tani çfarë do ndodhësh si thik me dy presje, sepse mund të kemi edhe ndoshta edhe lëvizje fallse, por do të jemi të kujdesshëm për ta menaxhuar dhe për ta monitoruar nga afër. Po. Starti është i mirë, mu themi si Goldi, që ka bërë atë rikuperimin nga struktura shtrënguese dhe konsoliduese aty poshtë, zona që ka marrë një muaj gjys, edhe puna e Lululemon ka qenë, ose struktura e Lululemon ka qenë pak a shumë identike. Dhe kemi po një informime mund të themi edhe në kripto që ka bërë shtrëngim çmimi, konsolidime dhe mund të ketë tani ndonjë kthim trendi. Por nuk është të thënë që do vazhdoj kjo lëvizje, sepse kapitali është përqendruar më shumë te këto Microsoft dhe këto kompanitë më të mëdha. Javën e kaluar ka qenë më shumë e përqendruar te raportimet e ardhave të bizneseve, si Microsofti, si Amazoni, si Google, që kanë ndihmuar tregun. Edhe këtë javë që përmenda pak më parë, përmendi Kleo për non-farm payrolls edhe për punësinë, dole më mirë se sa priteshe, doli punësimi, papunësia pak më ulët,
por unë diskutova me Irdin dje te podcasti anglisht që bëj me Irdin. Edhe do i thoj dëgjuesve që duan të dëgjojnë mendimet e Irdit, mund të hyjnë te podcasti anglisht, sepse Irdi tani ka filluar ta bëjë anglisht me mua te kanali im personal. Edhe po flisnim për faktin që punësimi ndoshta ka qenë i mirë në Amerikë sepse ka qenë botrori dhe është mbuluar nga punësimi, mund të themi part-time, pra atë periudhë verore, dhe akoma nuk është reflektuar të themi punësimi real që mbas sezonit ose botrorit mund ulet pak punësimi, duke qenë që do ndryshoj kërkesat, sidomos për punë të thjeshta, edhe për punë të dyta të treta që përfshihen në Amerikë te statistikat. Kështu që ndoshta është pak herë që themi që po rritet ekonomia ose është punësimi i fortë. Arsyeja kryesore pse lëvizi tregu javën e kaluar ka qenë punësimi, sepse duke qenë punësimi i fortë ose i qëndrueshëm, tregon që normat e interesit nuk do rriten, do qëndrojnë të ulta ose dhe mund të ulen, sepse tregon stabilitet e ekonomia. Kjo është diskutimi që unë bëra me Irdin dhe po e përmbledh këtu shumë shpejt për ju që kjo është një nga arsyet kryesore javën e kaluar. Dhe pam, themi, një rikupërim total te sektorët leader si semiconductors, që pam Nvidia që pati një rritje, dhe po shikojmë shenjat fillestare tani te sektorit e teknologjik të tjerë si quantum computing, qipat që prodhohen nga MU-ja, dhe kishim sektorët të tjera që po bëheshin gati dhe po tregoshin ca shenja si sektori i udhëtimeve jashtëtoksore si SpaceX që po tregonte shenja pozitive, RKLB-ja që po tregonte shenja pozitive te ai sektor dhe kështu me radhë. Kështu që kjo është mendimi im, të paktën në problemin që bëra edhe me Irdin dje. Këto tre sektore jam për të parë javën që do vi dhe po të studiuar për ju që keni dëshirë të tregtoni aksione. Edhe përfshim këtu dhe kripton që ka ca shenja pozitive që mund të rikuperohet për një periudhë disa javë. Nuk e di se sa javë, por disa javë, disa ditë me një trend, kthim trendi për lart, afat mese, mund themi, po bëhet përgatitja. Kleo, ti ku ke pa shenja pozitive në tre, ku mendon ti që mund përqendrohemi këtë javë? Po, kriptet duket interesante, duke u fokusuar më shumë te Bitcoin dhe tek Ethereum. Formim perfekt do ta quaja, një konsolidim i gjatë në Bitcoin dhe ndoshta edhe një trend deri në, nuk e di, disa javë ndoshta mund ta shikojmë Bitcoinin që të ketë një rritje. Por duke hasur dhe rezistencat gjatë rrugës, po besoj deri tek ai çmimi 70-72.000, nëse do kemi lëvizjen për lart. Po ashtu dhe Ethereum që do ndjeki hapat e Bitcoin, kam parë BNB që është coin si Binance që performohet shumë mirë, ndonjëherë tregon edhe shenja paraprake përpara se të lëvizë tregu. Besoj se kriptot edhe shikoj një ngritje në Nasdaq po ashtu, siç përmendëm dhe S&P 500 all time high, edhe formimi Nasdaq në long term është shumë i mirë. Kemi Floririn po ashtu që mund vazhdoj për long. Kështu që do përqendrohem më shumë tek kripto dhe pastaj tek sektorët e tjerë që Kjo javë, për mendimin tim është javë që do të bëjmë një pikë pyetje që a ka vazhdimsi tregu? Sepse ka filluar goldi, ka filluar sektori teknologjik, ka filluar S&P-ja, Nasdaq-u, ka filluar edhe kripto pak të japi shenjat e dura, a do ketë tani një val të dytë, një val që do jetë shtyrje për më lart, që ne të shfrytëzojmë atë val. I vetmi pozicion që un kam për momentin në kripto është Ethereum, që kemi trajtuar dhe te akauntet e Profirme që janë antarët e komunitetit tonë që e kanë tregtuar. Jemi 1.3 plus, deri tani kemi realizuar 1.3, dhe te akaunti i portofolit të kriptove që unë ndaj aty,
Dhe po shikoja dhe MicroStrategy, Coinbase-in që ishte pëlqente jashtëzakonisht shumë strukturën e Coinbase-it. Kështu që këto sektore janë po përgatite, po këto sektore janë zakonisht sektore që po që hecën tregun në një val të dytë, këto hecin shumë mirë. Edhe gjithmonë fillojnë mas një vale të parë që ka filluar nga sektorët e tjera që ne kemi kapur deri tani, që ka qenë floriri dhe këto sektorë që kemi diskutuar pak më parë. I gjë që do të thoja këtu është që çdo gjë varet nga dollari. Dollari ka pesuar një ulje shumë të thellë dhe të shpejtë. E pam dhe të premten që ra dollari dhe ra Dixi, do ta mbulojmë pak më vonë Dixin me analizë teknikale, që ta analizojmë në detaje, po ka rënë shumë thellë, shumë shpejt, ka ofruar mundësi të mira, që unë përfitova përpara 2 javëve, kemi përfituar dhe me floririn dhe me kripton, dhe pikë pyetja tani është që a do vazhdoj kjo për më poshtë, a do shkoj dollari në 99, të targeti tjetër 99, apo do rri le të themi këtu dhe do bëj një kthim të shpejtë dhe do krijoj një situatë të delikuar për tregun. Kjo është pyetja kryesore që unë kam për tregun tani në këto momente. Dhe pyetja që do të keni dhe ju si dëgjues që a do ketë vazhdimsi tregu. Po që mendojnë që s'do ketë vazhdimsi, do të mbroni veten, do të jeni më të kujdesshëm, të rrezikoni më pak, do të jeni më të kujdesshëm në çfarë sajtësh bleni dhe sasinë që fusni në treg. Kleon, do i gjë tjetër për shtuar këtu? Po, jo, nuk është se kam diçka për të shtuar, e the edhe ti që duhet jemi shumë kujdesshëm në këtë javë që vjen, se mund të kemi ndoshta edhe një fallë ose do të kemi atë vazhdimsinë që nisi javës që lam pas. Po. Kështu që ju ftoj të bëni pjesë në grupet tona në rrjetet sociale, që na ndiqni në rrjetet sociale dhe gjithmonë do të jeni të informuar me lajmet ose me mënyrat se si ne ose me mënyrat që parashikojmë në treg dhe me video që Henry bën dhe mund të japë një ide se çka dhën Golden ose edhe në kripto mund të kemi diçka që vërtet mund t'ja vlej. Javën që do vi kemi të mërkurën që është shumë rëndësishme që dalin të dhënat e inflacionit. Kjo mund të jetë një shtyrje tjetër, një katalist tjetër për tregun që të heci për më lart, për që dalin pozitive. Duhet të shikoni këto, e bin që fillimi i javës mund të jetë të themi pa vendosur, pastaj e marta dhe e mërkura do japi një shtyrje tregut, për që është gati tregu për të ecur, edhe do dalin orën 2:30 me Shqipërinë. Kështu që ju sugjeroj gjithëve që të keni në vëzhgim, sepse 3:30 hapet tregu amerikan, 2:30 dalin këto të dhëna dhe mund të heci tregu pak më parë, në ora 2:30 sa të dalin dhënat dhe ju jep një shtyrje të mërkurën dhe mund të jetë momenti ndoshta kyç për të hyrë në treg dhe të pozicionuar për një vazhdimsi të trendit, te goldi, te kripto, te tregjet e aksioneve dhe shumë e radhë, dhe gjithë sektorët e tjerë që ne kemi përmendur. Kështu që mërkurën mani shënim të kalendari, shikoni, unë do mundohem të ndaj informacionet të Discordi jon privat, Trend Hunters, dhe aty do shikoni analizat e mia, mendimet e mia për tregun në atë moment, dhe keni mundësi që të shikoni çfarë asetesh dhe tregjesh unë po shikoj çdo ditë dhe çdo javë. Okej, atëherë Kleo, mendoj ta mbledhim me kaq segmentin e lajmeve, ngjarjeve dhe analizave të përgjithshme të tregut. Tym tani te analiza teknikale. Do shikoni në ekranin tim, do shikoni që keni S&P 500 që kishte thyr strukturat. E parë do shikoni që kemi pasur 2 zona që kanë qenë supporti dhe ka kapur zonën 2 këtu dhe ka bërë kthimin. Kjo viza trendi ka qenë vizë kyçe që unë kam diskutuar te Discordi javën e kaluar, të premten përpara tani bin gati 10 ditë, të premten datën 31 dhe ka kthy trendi për lart. Targeti tjetër ka qenë kjo zona dhe është zona 800 të SPY, bin diku te 8000 te S&P 500 dhe ja ku e keni këtë shtyrën për lart, dip 2 ditë dhe shtyrë tani të premten. I gjë që do t'ju thoja është që kemi një
një hapësirë të kjo zona që mund të bëj një dip, sepse shumë i bler për momentin. Ka ikur shumë shpejt dhe varet a ka eufori mjaftueshëm tregu që mund vit mërkurën, por mund ndodhi diçka të hanë deri të martë kështu dhe të mërkurë deri të premte kështu lart. Kjo është një opsion që unë po studioj, që mund të kape ide të kjo zonë që është Previous High, që më i lartë historik i kaluar këtu, të zona 7600. Shikoni me kujdes se si do hapet java. Për momentin duke çdo gjë pozitive gjatë fundjavës me kripton, por nuk ka volume fundjava. Tani në dark sot të dielën mund të dali le të themi ndonjë gjë që të ndikoj te tregu dhe ta uli apo të ngrej, mund të dali Trumpi të flasi për luftën me Iranin, mund të dali diçka tjetër për tarifat, sepse kështu kemi pasur këtë periudhën në 6 muajt e fundit. Mund të themi ndoshta tani është bërë gati një vit që kemi këto diskutimet e tarifave. Dhe do të shikojmë. Kjo është opsioni. Pastaj vrulli, do shikojmë se sa do heci, kemi një rezistencë tu, rezistencë tjetër te kjo zona 7.990 dhe shikojmë se si do strukturohet. Po duket okay tani për momentin. Thjesht do shikojmë se si do reagojë të në hapjen e tregut. Për mu është pak e rrezikshme hyrja në tregun e aksioneve pa bërë një dip. Një gjë që mund ta shtyjë tregun për më tepër është tregu i Nasdaqut që përmendi Kleo, që sektori teknologjik nuk ka hecur aq shumë, sa ka thyr strukturat e një bull flag, që është ky formimi këtu, një flamur në rënje, dhe ja ku ke këtu momentin kyç që mund të thyr strukturën e 725 QQQ-ja ETF-i dhe pastaj shtyj për lart deri te all time highs, dhe më lart, varet sa vull ka tregu dhe sa shtyrie. Nasdaqu është kyçi. Po që hecë Nasdaqu do heqë gjithë tregu, do heci dhe floriri, besoj dhe kripto. Dow Jones ka treguar shenja pozitive, por një dobësi në 2 ditë e fundit të tregut. Paka shumë jetë informim me S&P 500, nuk kemi në një gjë të re aty. Dhe Russell 2000 që është sektor për kompani më të vogla teknologjike, paka shumë jetë informim. 2-3 ditë rritje, 2 ditë ulje dhe tani po fillon një val ndoshta të re për lart, por e më kura do jetë kyçi, që do të shikojmë a do thyk te zonën e 300-s te IVM-ja. Për sektorët, sektori teknologjik XLK-ja, do të shikojmë që është tani në startin, si Nasdaqu, ka thyer dhe zonën e vendimit, që është që ishte këtu, te 181, ka thyer atë zonë dhe tani po tregon strukturë për lart, do të marrë në vëzhgim. Kishim materiale bazike në rritje, që ka thyer strukturën, ishin dhe këto energjia dhe shkëndësia që filloi prap të shtynte për lart. Ku kemi? Shkëndësia vazhdon të jetë e fortë, por teknologjia është kyçi këtu, dhe sidomos teknologjia semiconductors e mikrochipave, kemi dhe software-in këtu. Kjo është gjithë sektorët, 9 sektorët e teknologjisë, ja ku e keni në 3, në 2, në 3.8, në 3.2% në rritje, ja ku e ke semiconductors që mund na hecin, dhe sektori i software-it. Unë këto sektore dhe 9 sektore po i studioj me kujdes për të gjetur momente kyç për një kthim. Software-et kanë ikur, sepse ju thash pak më para te podcasti që Microsofti, që kemi kapur te komuniteti, ka ecur jashtëzakonisht mirë, edhe një nga anëtarët e komunitetit ka kapur te kjo zona këtu. Unë ndava si ide, nuk e traktova vetë,
sezon plazhi tani, kuptohet që si tregtojmë të gjitha, edhe ja ku e ke lëvizje 1-4 që ka kapur Eduardin duhet e grupi që kam darë unë. Kjo ka të bëjë me sektorin e software që ju thash, pak më para. Ja shikoj, identike formimi. Tani kuptoj që Microsofti ka ecur më shumë ka raportimit të ardhave, por sektorin e përgjithësi ka ecur. Sektor të tjerë që më pëlqen është quantum computing, që është në start, dhe më pëlqen semiconductors. Këtu kemi më unë, që ka ishte lider nga prilli deri në qershor, më uja, më pëlqen shumë formimi këtu për një thyrje për lart. Dhe më pëlqen te quantum, më pëlqen RGTI-a, një nga favoritë e mia që në 2023-2024, ja ku ke RGTI-n me një bounce e kjo zona dhe një thyrje strukture këtu tani që mund bëj një trend të qartë deri te 25-a dhe do keni mundësi të shikoni sa mund të arri 1-4, 1-3.7. A mund të luajm pak me stop loss-in që ta ngrim rërën, po thyu struktura të reja që të shkoj pak më lart, ndoshta te kjo zona 1-6. Varet se sa ka trendi. Por RGTI-a dhe RGTI-a është shumë e mirë, ke edhe të tjera që janë mrena sektorit si QSI-a, ku është QSI-a, ja ku e ke QSI-n, Quantum, edhe kjo shumë e mirë në formim, pak më tipike e strategjisë time që ka këto double bottom, ristrukturime, konsolidime që mund bëj për lart, dhe ke IO në qënë. Ja ku ke që ka pak shumë njëtë informim si RGTI-a. Për sektorin e kriptos, ke MSTR-n, që më pëlqeu që përmenda pak më para, ja ku ke MSTR-n, shikoj çfarë konsolidimi fantastik këtu, që na ofron një rë shumë të mirë për një lëvizje që mund bëj me pak përqindje nga shtrëngimi i çmimit. Shikoj, do t'ju tregoj tani pse më pëlqen. Nuk është të thënë që do dali, por RR-ja është kyçi. 1-11 po shkoj te 144, 44%, po shkoj te 125-a, 1.5. $1.000 rrezikon për fituar $5.000 është perfekte. Dhe Coinbase, keni Coinbase-in gati, paka shumë njëtë informim, ja ku e keni, dhe kjo ofron 1.5 si, për shikoj çfarë konsolidimi këtu, shumë të mirë, mu më pëlqen shumë, të paktën me strategjin time, se cili ka metodat e veta, por 1.5.2 për të arritur këtë zonë që ka testuar historikisht 3 herë, po e thua të zonë support, se rezistenca tjetër shtu 1.9. Që keni mundësi me Coinbase, me MSTR-in, me një valë serioze në kripto, që të kam një 1.5 dhe të 1.10 të Coinbase dhe të MSTR-ia. Nuk janë gati që të hyni që tani, momentet kyçe gjithmonë unë ndaj të komuniteti jonë dhe të pjesa VIP të komuniteti, ku unë ndaj çdo lëvizje që unë bëj, keni dhe një pjesë falës të komuniteti që mund të hyni, e ta provoni dhe shikoni analizat javore, dhe disa analizat ditore, por pjesa VIP është ku do shikoni momentet kyçe që unë do hyj te këto ide që unë po ndaj tani dhe që i ndaj dhe te komuniteti. E kam ndaj që përpara 2-3 ditëve tani këto 2-3 ide që po i jap juve dhe pse më pëlqejnë te komuniteti, po thash po i ndaj këtu te podcasti që dhe ju t'i dini. Këto sektore më pëlqejnë, sektori teknologjik paga shumë dhe 3 sektoret më të mira që mendojnë që mund të ecin me 1.5 dhe më sipër. Kleon, ndonjë gjë tjetër për shtu këtu të analiza e aksioneve? Te stocks unë po shikoj edhe pak tën që është atë dhe të.
është telekom, shumë i mirë që telekomunikacioni. që besoj ka formim shumë të mirë, mund të vazhdoj për një val long. Nuk e di, thash ta mbulonin dhe këtë. Edhe unë e kisha në vëzhgim këtë. Them drejtën Kleo, unë e traktova këtë në thyrje të hënën, këtu të hënën, dhe më ka djegur këtu. E kam traktuar të një account tjetër që traktoj këto large caps me ETF-e, se më pëlqente. Edhe më pëlqen sektorin e përgjithësi sepse më pëlqente kjo T-Mobile, kjo kompania që Deutsche Telekom që ka T-Mobile-in. Shikoj, më pëlqente këtu të hënën, që ka bërë televizje këtu. Po kjo që ndave të komuniteti, të portofoli aksioneve që unë ndaj, ka ecur shumë mirë. Jemi 1-1 dhe ka potencial që të eci më tepër që lidhet me atë idenë që ke ti të tës që më pëlqen. Edhe më duket kjo mund të jetë FTMO-ja, mos gaboj? Po, për ne për shikon dhe ti. Po. Unë kam tregtuar të një portofol tjetër të dytë që nuk e ndaj me të komuniteti se bëhen shumë portofole dhe një portofol aksionesh, një portofol kriptosh dhe një portofol për CFD-t jam mjaftueshëm mendoj për të nxjerr 20, 30, 50% në vit, varet nga viti. Për tregtimet tona do thoj që kjo është Lululemon që kemi të portofoli i aksioneve, ja ku e ke hyrë që të hënën në një lëvizje të mirë, ka realizuar 1-1. Ja ku e kemi këtu 1-1. Synimi im është 1-4. Është kjo ON-ja që janë atletet që janë bërë shumë popullore këto kohët e fundit, këto 3-4 vjet të fundit zviceriane, prapte sporti, sepse pëlqente sektori, por vazhdon shtrëngimi dhe po pres se si do reagoj të hënën nesër. Nike më pëlqente, ka strukturë të mirë, ja ku e keni, por është akoma në një trend për poshtë, ndugje supportin e dur që të vazhdoj një lëvizje për lart. Unë po e maj në vëzhgim, pëlqen shumë Nike për një thyrje të kësaj zone. Për momentin vetëm Lululemon për na hecën nga sektori i rrobave të sportit. Edhe pastaj kam edhe ONDS që kemi tregtuar që të hënën, më falë, që të enten këtu, janë ditë dhe para, dhe mendoj që mund të bëjnë ndonjë shtyre për lart. Shikojmë. Po kemi shumë ide. Sektori i fundit, që ndoshta ja vlen, është për këto, për udhëtimet jashtë toksore. SpaceX-in e kishte qef Irdi, nuk e tregtuam ne, por SpaceX-in nuk është i vetmi aksion, kemi Lunar, ja ku e ke formimin që po bëhet këtu që po na jep strukturë të mirë, kemi dhe RKLB-n që më pëlqen shumë. Dhe mund të eci për lart, por do shikoj ndonjë ndip të vogël këtë javë, pastaj të bleja. Këto janë sektorët, po e lej me kaq. Ka shumë ide të tjera që ne ndajmë gjatë javës, do na dalin shumë ide të tjera dhe ju ftoj që të bëni pjesë e Telegram, e Discordit ton privat. Atëherë të bëjmë analizën e kriptos, Kleo. Do fillojmë tani me Bitcoin dhe Ethereum. Po patëm ndonjë mendim këtu, gjithmonë mund të shtosh diçka. Mu më ka pëlqyer struktura, them drejtën, supporti prap të kjo zona, që ka testuar disa herë dhe ka mbajtur. Dhe po mendoj që të thyj këtë zonën lart këto dy zonat këtu. Shtrëngimi është shumë i mirë. Ky moment i 65 e sipër mund të jetë një moment që mund të filloj vrulli shumë shpejt. Thjesht duhet një lajm apo një arsye.
duket pozitiv dhe më pëlqen. Dhe mund të na lejojë ne që të bëjmë një rërë të shtrënguar, duke kapur te 65-a, dhe mund na heci deri te 72 që përmendi Kleo, që është 1.7. Po heci Bitcoini deri te kjo zonë që thot Kleo, që tha pak më parë, që na japi 1.7. Njëkohësisht do na japi MSTR-ja dhe Coinbase 1.5 deri te 1.10. Që ju do jeni përgatit për që keni të qeftë të tregtoni aksionet, që mund të tregtoni dhe ato si sektore për që keni dëshirë. Kemi Ethereum, tregtimi vetëm që kam unë tani është Ethereum. Kam një tregtim që kam bler që çmimin ku është këtu i 1870 ca, 79 duket, stop lossin 1855, e kam bler shumë ngusht për të realizuar një rërë të lartë dhe për momentin jemi 1.3. Diku te 1.2 ca, 1.3. Dhe me një lëvizje serioze deri te kjo zonë, 2060 mund të fitoj 1.10. Edhe mos harroni, këtë tregtim e kam bërë dhe te FTMO-ja dhe e kam darë te komuniteti për ato që tregtojnë FTMO-n, tregtojnë CFD-t me leverage, dhe kanë hyrë te ky tregtimi dhe janë tani 1.3 plus, për që kanë rrezikuar $500, 1.500 plus, për që kanë rrezikuar $1.000 janë $3.000 plus, dhe mund të kalojnë vetëm me këtë tregtim mund të kalojnë sfidën. Nuk është aq i komplikuar kalimi i sfidës kur gjen momentet kyç për të kapur këto rërë të larta, 1.5, 1.10, 2 tregtime të mira dhe kalove sfidën e parë. Një tregtim të mirë tjetër apo 2 tregtime të mirë të tjera, 1.2, 1.3 apo 1.5, e kalove sfidën e dytë dhe je tani gati për të përfituar nga tregu dhe të nxjerr pak profite. Këtë gjë kam bërë unë, këtë gjë kam bërë dhe anëtarët e tjerë të komuniteti këto 2-3 muajt e fundit që unë i kam dhënë proceset e mia për të rritur sasinë e kapitalit në menaxhim, dhe po ecën shumë mirë komuniteti me këto metode që unë i kam mësuar, kam bërë dhe në mrena komunitetit kam bërë pjesë edukative se si të kalohen sfidat, kam bërë video falas. Okej, 1.10 mund të realizoj Ethereum këtu, synimi im është 2060, edhe 2000 dhe ishte mirë sepse mund të realizojmë diku te 1.8. Diku te $8.000 fitim te ETH-ja me këtë lëvizje te FTMO-ja. Pastaj kam tregtuar edhe te akaunti im personal i CFD-s. Të tjera Kleo përmendi pak BNB-n, po kemi dhe Solana që më pëlqen struktura tani, sidomos mbas thyrjes të vizës të trendit këtu. Më pëlqen kjo struktura që mund të filloj. Rërët nuk i ka dhe aq të mira se sa ide që unë dava pak më para, por është një lëvizje, mund të themi swing pak më i qëndrueshëm afat gjatë. Shikojmë dhe BNB-n që ndau Kleo. Ka ecur pak, kështu që nuk do ta shikoja unë personalisht. Të ishte te kjo zona këtu apo edhe këtu, ishte mirë, por sa ka filluar të ecë dhe nuk pëlqen. E ndava përpara 2-3 ditëve unë dhe ka ecur pak edhe ndoshta nuk është e përshtatshme me ndoshta, por nuk është e përshtatshme me strategjinë time për të kapur rërë të mira. Kleo, diçka tjetër për shtu të kripto apo tani me kaq? Jo, Bitcoin e Ethereum ishin ato Kryesore. Po, për gjithëve, prap ju ftoj te Discordi, keni gjithë analiza, e kam darë me javë përpara, te pjesa VIP do keni dhe themi çdo tregtim që do bëj unë. S'ka rëndësi, si CFD-t dhe kriptot që doni të bëni për swing. Tani do hyjmë te sektori ose segmenti i podcastit që ka të bëjë me dollarin, me forexin, me mallet kryesor, me metalet. Do të analizojmë herë dollarin, që është në rënje të thellë.
Kjo rënje ishte kthim trendi total në treg të premten, të njëjtën dhe të premten javën e kaluar. Është bërë tregu tani risk on, kur merr një përsipër rrezik dhe mos marrni shumë dollar ose s'po marrin tregtarët e tjerë. Dhe targeti tjetër është 98 te Dixi. Du shikojmë tani se si do reagoj tregu, a do vazhdoj këtë lëvizje për poshtë. Unë prisja, them drejtën, javën e kaluar një rritje të vogël deri te zona 100, të gjente rezistencë aty dhe të vazhdonte për poshtë, dhe ishte më mirë për tregun se sa një ulje prap të tregu, sepse po duhet pak sigurisht shumë i bler tregu i aksioneve, shumë i shitur dollari dhe mund të bëjë një ribalancim tani këtë javë. Pra ne keni kujdes të hanën dhe të martën, pastaj të mëkurën shikoni nga do anoj tregu dhe sa fuqishëm do anoj në krahun që do marri vendimin. E mëkura dhe jetë kyçi i tregut. Shikojmë pak metalet. Goldi që ishte ideja jonë më e pëlqyer dhe ku e kishim ne përqendrimin ton, shikoje çfarë strukture fantastike. Një vis trendi në rënje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 testime te kjo zonë, te kjo viza trendi në rënje. Kemi pasur ble këtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thyn strukturën për lart, ne kemi hyrë në moment të dur, një moment shumë të mirë për të përfituar nga tregu, me rë të mirë, dhe ka ecur deri tani 1.4, 1.5. Ka thyer zonën e parë, zonën e dytë. Nuk është i vetmi tregtim që kemi bërë në këto kohë të fundit, e përmenda dhe javën e kaluar që kemi bërë 1 herë, 2 herë, dhe kjo ka qenë hera 3 këto 2 ditë. Hera 4 ishte kjo që kemi bërë. Në 4 herë kemi fituar 3 herë, edhe 1 herë kemi dalë me pak humbje te 1 silver dhe me parë tona te goldi këtu, te këto 2 ditë. Kështu që tregtime me probabilitet të lartë, të studiuara mirë për një lëvizje serioze swing. Tani, goldi duket për mendimin tim pak shumë i blerë, mund të shkojë deri te 4400, por pastaj do gjejë rezistencë. Jemi te zona parafërsisht dhe duhet kemi shumë kujdes që mund na kthej dhe të na djegi këtë javë. Pra një thash, e hana e marta, shikoni me kujdes, studioni tregun, mos merrni vendime të nxituara, e mërkura të dalin lajmet, shiko dhe si do të ndërtohen struktura dhe pastaj mund të hyni pak më agresiv, të paktën këtë gjë do bëj unë dhe do bëjnë antarët e mi te Discordi, shpresoj me vendime të kujdesshme dhe të zgjuar për të gjuajtur vetëm rërët më të mira. Kleo, diçka tjetër për shtu këtu te mandrat? Jo, do të shikoja, po, se të ti do të tregojmë të kujdesshëm, por shpresoj që të ketë një vazhdimsi të pakën për nxjerr disa fitime vërtet serioze. Po të shikojmë, do të vendoset mbrapa të mërkurës, edhe të kujdesshëm, mund të kemi atë fallcën të martë, edhe të mërkurë para se të hapet tregu dhe mund ndryshoj komplet loja. Po. Të shikojmë dhe 2-3 madhrat të tjerë, shikojmë kafen, që ka një strukturë shumë të mirë, kemi këtë trekënçin, po pa thyr të zonën nuk të shikoja, dhe e mira kësaj dhe ishte që të të kthehet poshtë dhe pastaj të bëj një lëvizje për lart dhe këtu të pozicionohesh mirë të mirë. Do shikoj edhe pak pamukun, strukturën që ka ecur pak si shumë dhe nuk më pëlqen pa bërë një dip, nuk do më pëlqen dhe kemi dhe kakaon. Më duket kjo është kakao, mos gaboj. Po kakao sigur do të bëj dhe kakao dhe një formim të tillë. Nuk më pëlqen shumë, po kafja po më pëlqen pak si më shumë për një thyrje për lart. Ka dhe të tjera është e kuptueshme, por nuk më timuloj do të gjitha në podcast.
Për të tjera mund të hyni te komuniteti jon, ja ku keni sheqerin, një thyrje fantastike këtu. Te kjo zonë dhe ishte perfekte. Ne nuk i tregtojmë dot gjitha, jemi njerëz, mundohemi të tregtojmë rrët më të mira, idetë më të mira, dhe se po qëndrojmë më shumë të aksionet dhe të sektoret që kanë zhvillim. Por ke mundësi pafund edhe me strategjin tonë të tregtoni gjithë mallat kryesor me kujdes mrena komunitetit. Okej. Atëherë Kleon po mendoj ta mbyllim me kaq podcastin. Falenderoj të gjithë dëgjuesit që kanë ndetur deri tani, na dëgjojnë dhe të shikojnë analizat. Po deshë më shumë informacione, e dini ku mund të shkoni te Discordi jon. Dhe Kleon, do një mesazh final për dëgjuesit? E përmend edhe pak më parë, bëhen pjesë e komunitetit, të kenë dëshirë të tregtojnë dhe të bëhen të pavarur nga lirja financiare, por duhet shumë përqendrim, duhet shumë punë, disiplinë për të arritur atje ku ju do doni. Mos shkoni ato persona që ndoshta e kanë kaluar këtë pjesë, ndoshta e kanë këtë disiplinë, po mos e shikoni që mund të arrini atje shumë shpejt dhe shumë kollaj. Shumë rrugë gjatë, shumë rrugë vështirë, por gjithashtu dhe shumë rrugë bukur. Dhe na ndiqni sepse në të vërtetë ndoshta ja shkurtojmë atë rrugën për të sukses. Shpresoj. Kaq, provoni Discordin, keni dhe Telegramin, për shqiptarë kemi hapur një Telegram, kështu që gjeni dhe Telegramin. TikTokun, na ndiqni TikTok sepse unë ndonjëherë ndaj aty analizat e mia, dhe dhe diçka që ju mund gjeni ndonjë, mund ta quajë një dhuratë, mendimi nga ana ime se çfarë mendojmë për tregun, ose dhe Kleo, po që bën Kleo ca video. Dhe kaq. Shifemi javës tjetër, shpresoj të keni shijuar videon dhe t'ju kenë ndihmuar dhe t'ju ndihmojnë në javën në vazhdim. Mundohemi gjithmonë që t'ju japim diçka me vlerë dhe jo thjesht day trading cicmice, 2 pipe, 3 pipe, 4 pipe. Keni valë serioze, valë që mund të zjasin disa ditë deri disa javë, dhe rë të mira gjithmonë, trend, rë të mira dhe sukses. Kleo, faleminderit shumë që je bërë pjesë këtë javë. Gjithmonë është më i bukur podcasti me ty dhe me Irdin, dhe shihemi dhe javës tjetër. Faleminderit.